Allahun dhul gjelale falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë, falje, mëshirë kërkojmë. I qofshmi falë për gjithat mirat që na i ka dhuru. Të mirat e Zotit ndaj nesh janë të shumta, sa që nuk kemi mundësi edhe për t'i numru. Përshëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar xhamatli, vëllezër dhe ju motra. Jemi duke i jetu momentet dhe ditët e fundit të këtij muajit mubarak, muaji Ramazanit. Jemi duke i jetu këto momente më vendimtare për Ramazanin ton, agjerimin ton, punët tona, mirë po edhe për jetën ton. Jemi duke jetu këto momente më kulminante, ku çdo njeri nga ne po bëjmë përpjekje maksimale për ta shtu vollumin e veprave të mira, të ibadeteve tona ndaj Zotit xhallashanuhu e xhalla xhalaluhu. Jemi duke jetu këto momente ku shpresa e madhe është e Zotit se veprat e tona të mira do të ngritën lart për të na beku Zoti xhallashanuhu neve në tokë. Jemi duke u adhan lam të mirën këtyre ditëve të fundit këtij muajit bekum të Ramazan 2026 me shpresë të madhe që inshallah me arrit natën e Lejletul Qadrit, me arrit shpërblimin sublim të kësaj nate dhe të njëjtën kohë Allahu dhul gjelal më na begatu në dynja dhe në ahiret. Janë momente emocionuse, sepse nga mysafiri më i dashur, më i mirë, do të ndahemi. Janë momente më të mërzitshme për besimtarin e mirë, që është mishëru me këto ditë dhe me këto ibadete. Nuk është lehtë me u akthy shpinën, me të drejtë nga syri besimtarit del loti, me të drejtë nga zemra besimtarit shifët mërzia, me të drejtë besimtari është mes frigës dhe shpresës, që inshallah i madhi Allah dhul gjelal më na i pranu, e mos më na i refuzu të gjitha veprat e tona, cilat i kemi bërë dhe po vazhdojmë t'i bëjmë. Të dashurit e mi, ulemaja na këshillojnë. Kush nuk paguan çmimin e ndryshimit, do të paguaj çmimin e mos ndryshimit. Ne jemi duke u mundu me dhanë nga vetvetja jonë gjithë sakrificën tonë që të paguajmë çmim për të ndryshu vetvetën tonë pozitivisht, mendjen tonë, zemrës tonë me i dhanën orientim të mbarë. Jemi duke pagu këtë çmim, sepse i besojmë thellësisht se nëse nuk e paguajmë çmimin e ndryshimit, do ta paguajmë çmimin e mos ndryshimit. Një ditë do të jemi pishman pse nuk kemi ndryshuar. Dashurit e mi, Ramazani po na i lën mesazhin që diktatura e prish fen. Fe nuk ka nevojë me pas diktaturë, me pas ekstremizëm, me pas dhunë, me pas ashpërsi. Feja don optimizëm, don pozitivitet, don butësi, don urtësi, sepse tëra është butësi dhe tëra është drejtësi. Feja nuk ka nevojë për diktaturë që e prish fen dhe moralin, sepse ajo i bën njerëzit të friksohen njerëzve. Në moment kur ka ekstremitet, njerëzit frigohen nga vetë njerëzit, më shumë se sa ti friksohen Zotit xhallashanuhu e xhalla xhalaluhu. Shpesh edhe sot
nga friksimet e ndryshme, njerëzve ju është fiksu në mendje, po më shef filoni, po merr vesh filoni, po e nin këtë mohabet e bised hoxha im, apo ai hoxha i tjetër. Jo, dashurit e mi, ka nevoj me ja pas frigën Rabbul Aleminit, Zotit ati që mi fal. Të dashurit e mi, disa kanë frigë se sot në këto ditë bekuara të Ramazanit, më së rastisht po e gëlltisin ndonjë pikë uji pa qëllim, po ju shkon në fyt e po prishet agjërimi. Që të gjithë ne duhet të jemi të kujdesshëm shumë në këtë pikë, që mos me leju gjatë abdesit apo pastrimit, që mos më nashku asnjë pikë e ujit, sepse prishet nëse shkon me qëllim. Pa qëllim, Zoti Dhul Xhelal e fal. Mirë po, këta që kanë këtë frikë kaq të madhe, një pjesë e tyre është që nuk ja kanë frigën me gëlltit, me ngëron të drejtat e njerëzve dhe ta prishin edhe dynjon edhe ahiretin. Hiç nuk e kanë dert që e hajnë pasunin e jetimit, pasunin e marrin punëtorit pa të drejt, shumë e uzurpimet i bajnë, shumë e pa drejtësit, nuk ja kanë frigën Zotit Dhul Xhelal pikërisht ditëve të Ramazanit, se gjithë këtë haram janë duke e gëlltit. E gjithë fokusi tyve është mos po ju shkon në i pike ujë në fyt pa dëshirë. Po pa dëshirë, i madhi Allah Dhul Xhelal e fal. Të dashurit e mi, këshilla e tretë është fatkeqësia e kësaj kohe, sikur që fatkeqësia e kësaj fejes në të gjitha kohërat e saj, se ka ardhur nga dy grupe njerëzish. Njëri grup nuk diti ta kupton fen, dhe grupi tjetër përsosi shfrytëzimin e fejes. Një grup e ka përsosën shfrytëzimin e fejes, me shfrytëzu, gjithë shka do të thot me shfrytëzuan prej fejes, me një fjalë fejnë me pas një farë mbulese. I pari e humbi besimtarët me kuptimin e tyre jetë sakt për fejnë. Besani vëllezër dhe motra, një pjesë e kanë lënë praktikimin e fejes, nuk kanë bo mirë. Një pjesë janë largu ka feja, nuk kanë bo mirë. Një pjesë nuk ju afrohen fejes, nuk bojnë mirë. Mirë po shkaktar janë disa individ të cilët flasin në emën të fejes, e të cilët edhe fjalët edhe veprimet i kanë të kundërta me parimet islame. Për këtë ne i porosisim këto njerëz, këto tri lloj grupesh. E dashurit e mi, feja është kulturë, edukat, qytetërime, emancipim, dituri, pun, angazhim, dynja, plot edhe ahiret. Merrni nga njerëzit e formum, nga njerëzit e ditur, nga njerëzit të cilët e dojnë këtë fejë, nga njerëzit të cilët nuk e kanë mbules fejen, nga njerëzit që nuk përfitojnë prej fejes, nga njerëzit që kanë një prejardhje të mirë familjare, kombëtare, njerëzore, nga njerëzit që janë plot njerëzillak, nga këta merrni fen. Mos e merrni fejen nga njerëzit që ardhja ngritja e tyre është do të thot me trapa, na i thujmë këtu në Kosovë. E kanë me laramani e kanë. Nga këta merrni fejen. Ndërsa i dyti i dha argument jo besimtarve kundër fejes. Ka dhënë argument jo besimtarve kundër fejes. Dhe fatkeqësia është që një pjesë
duke o dasht me ju hynë hatër në qef të tjerve, e para, duke dash me ju tregu që une jam gardiani numër 1 i kombit dhe i fejes, e i cili është ignoranti numër 1 i kombit dhe i fejes, ai po mundohet me ju treguan se feja është kështu e nuk është do të thotë kështu. Për këtë këto dy grupe të njerëzve, më së shumti e kanë lënduan dhe e kanë zbe çështjen fetare. Mirë, po unë jam i bindur se e tërë historia nga dita sodit në të kaluarën, kjo fe ka pas burra dhe gra të ndërgjetshëm dhe të përgjetshëm, të dijshëm, plot elan dhe energji për fejnë e Zotit Gjalleshanuhu e Gjelle Gjalaluhu, të cilët kanë qenë të ditur, të menqër, dhe kanë dash me shpirt këtë feje kanë dashtën, dhe jemi këtu, sikur që plot, për plot, ka dhe sot, dashamirës, njerëz të ditur, fetar të mirë, janë kredibil, kanë një prejardhje të mirë të familjare, janë plot njerëzillak, që fejnë kanë me spjegu në formën më të mirë të mundur. E këtë kategori dojmë me ndëgjuan. Dashurit e mi, sot, institucioni më aktivi në vendin tonë, për të mirën e qytetarëve të këtij vendi janë hoxhallarët, pjesa dërmuese e tyve. Është zëri më aktiv për të mirën e këtij populli, e këtij kombi, e kësaj feje, e njerëzimit në përgjithësi, musliman e jo musliman, janë hoxhallarët në vendin tonë. Njerëzit që janë më së afërmi halleve të njerëzve janë hoxhallarët. Njerëzit të cilët janë dora më e zgjatur ndaj këtij popullit janë hoxhallarët. Njerëzit të cilët mundohen me mishe me shpirt 24 orë online për me unifiku këtë popull janë hoxhallarët. Njerëzit të cilët dojnë me jashu këtij vendi hasmërit, inatët, zilit, janë pjesa dërmuese e hoxhallarëve. Njerëzit të cilët flasin, kontribojnë, motivojnë, këshillojnë për dije, për punë, këtë popull janë hoxhallarët. Dhe këtë e dashtën dhe nuk e dashtën, kështu është. Të tjerët flasin vetëm kur t'ju vy naj vot, vetëm kur t'kanë naj për me marrë naj pozit, vetëm për diçka, për t'a shfrytzu këtë popull, atëherë flasin edhe punojnë. Mirë, po ata të cilët punojnë 24 orë për të mirën e këtij popullit, atë dhejot, fejes, e njerëzimin përgjithësi, janë hoxhallarët në vendin tonë. Lutëm që Zoti t'i ruaj prej sherrit shejtanit edhe të insanit. Lutëm që i Madhi Allah t'ju jep shëndet të plot, sepse ka nevojë ky popull dhe ky ummet për njerëz kredibil, për njerëz vizionar, për njerëz të cilët 24 orë punojnë për ngritjen e vetdijes së shëndosh këtij populli dhe këtij ummeti. Me të drejtë, tha njëri nga dietarët islam, kush nuk e pagun çmimin e ndryshimit, do ta paguaj çmimin e mos ndryshimit. E ne jemi duke mundu me mishe me shpirt me pagu çmimin e ndryshimit për pozitiv këtij populli dhe këtij ummeti, e lutëm që Zoti Dhul Xhelal të na pranoj. Kjo ke këshilla e parë. E dyta, dashurit e mi, sidomos në këtë 10 ditë të fundit të muajit bekum të Ramazanit, është femra në vigjiljet e Islamit, kur beson të Allahun dhe të dërguarin e tij, merrte pjesë
me gjitha fuqit e saj materiale dhe letërare në mbështetjen e fesë dhe lartësimin e flamurit të identitetit fetar, kombëtar, njerëzor, moral dhe shoqëror. Duke fillu nga pragi i shtëpisë deri në kërkim të xhihadit, luftës për t'i çliru trujët. Brenda një kornize të përsosur të mësimeve islame, që i siguroj asaj një pastërti të plot. Pse e përmenda këtë? E përmenda më spari një vetëdisim fetarve. Gruaja në islam nuk është për me u izolu, për me u mbyll. Mirë po islami gru si ka thanën me qenën e lirë, çka ta lejon fiziku i yt, ti me qenë aktive. Islami nuk ja ka ndalu shkollimin, po përderisa ulemaja islamit i kanë ekspozu këtë thanje të islamit, të Kur'anit, të Zotit, të profetit, gruaja ka qenë në islam e para e cila e ka themelu universitetin. Gruaja muslimane. Kur fillun muslimanët me e tregu gruan vetëm avret, nuk guxon me pa kërkush, nuk guxon me bisedu askush me ata. Bile aja do të me shkuën aty me marrë certifikatën e lindjes edhe veç mi thonë si me menjëse. Mja shkru kështu, se haram është me ndëgju zanin e saj. Kur fillon fetarët në këtë formë ull identitetin, krenarien, kredibilitetin e saj, e kemi bishtin e dynjas. Islami e ka ngrit lartë. Dëshmorja parë, dëshmori parë në islam, ka qenë gru, Sumeja. Dëshmorja parë, po kur janë praktiku mësimet e islamit ashtu qysh janë, jo për dëshira dhe për teke personale, ka qenë në piedestalin më të lartë të shoqërisë dhe i ka shërbyen mbar njerëzimit. Kur fillun me mbyllën, e pastaj ajo me dal me thyket mbyllje dhe me urrejt gjithë shka morale, gjithë shka njerëzore, dikun disa shoqërie kanë bon një lejman që e shtrydh kush do, kur do, sa her të do. E islami ka thonë ti je një trëndafil që nuk guxon më të kput gjithkush dhe më të marr arum gjithkush. Për këtë dashunit e me, ajo nuk më nje se kush jam, por unë e ndi se kush është. Më ka bo për shtypje shumë një tregim e një burrit musliman hakikat. Gruaja e humb memorien, sa që nuk ishte mundësi kontrole në familje. Dhe ja gjitha mundësit për ta mbajt, për të kujdes, në familje, për t'i sjell medikamente mjekësore, mjek, të gjitha, nuk ka mundësi me mbajt ata në familje. Me automatizëm do të mja ndërzu qendrës së kujdesit mental. Mirë po burri, për çdo ditë, 2 herë në ditë, shkojke dhe ha i dhonke ushqim vetë kë asaj. Nuk e lanke ato kujdestarët. Dhe një ditë, një gru po i thot, ti u bën 5 vite që vjen rregullisht për me vizitu bashkëshortën. 5 vite. Dhe për çdo ditë 2 ditë i jep ti ushqim vetë me dorën tane. Nuk e lejon që motrat me i shërby. Po kjo nuk ka të njoftën. Se që 5 vite i ka humbur memoria totalisht. Kjo nuk ka të njoftën.
Pse pe e ban këtë shërbim? Aje ka thonë një fjalë gjigante që është mësim mas pari për çdo fetar, po mbi gjitha për çdo njeri. Thot, është e vërtet se kjo nuk nje mua, po unë e njo këta shumë mirë. Është e vërtet që kjo mua nuk nje, këto 5 vite, po unë e njo këta shumë mirë, se u bën 25 vite që kemi kriju familje dhe jemi zbashku, kjo ma ka rujt nderin, kjo mi ka sjell mas Zotit, mi ka sjellën e vladët në këtë botë, kjo mi ka eduku, kjo ma ka rujtën pasunin, dhe kjo ka qenë motivi kryesor për mu që jam unë e kë. Sa të lartë janë muslimanët në respektimin e bashkëshortës. Na i sjellë Ramazani dhe na e lën këtë mesazh, edhe pse kjo ty tash, në këtë gjendje, që nuk është duke të njoftën, ti e nje, do të thëtë shumë mirë atë e njef. Për këtë dashurit e mi, ajo nuk mban mend, mirë po ti mban gjithë shka mend për të. Pa tjetër duhet këtë qenë një grua e madhe, kur flasin ulemaja për Hazreti Khadijën. Dhe thojnë, pa tjetër du të me qenë një njeri i madh, si kur Muhammed Mustafaja, i cili e vlerëson vlerën e saj, pozitën e saj, cilën, thot edhe të ngjajshëm, nuk ka sjell historia njerëzore, si kur Muhammed Mustafaja, deri sot, nuk ka sjell. Cilën? A dit në shpellën Hira, kur erë Gjebrail Emini në formën e vetë që e ka kriju Zoti, dhe ja sjelli Muhammed Mustafa sa jetët kuranore, 1, 2, 3, e aju u frigu e u shqetsu shumë. Ku ka shku mas kësaj frigës, mas këti shqetsimit? A ka shku drejtë në spital? A ka shku drejtë të psikologu? A ka shku drejtë të a shku drejtë të bashkëshortja vetë Hazreti Khadijja. Se është e vetëmja që ka me rehabilitu, me e qetsu, me e inkuraju dhe me ja tregu vlerat e veta që i ka ky njeri. Thot, hala deri sot nuk një historia që dikush thot, mas një frigës të madhe që e kam pas, mas një shqetsimit të madhe që e kam pas, jam kthy te gruaja. Jo, se një pjesë e këtyre grave të sotit thoi, të kom thonë mos me shku, ik, të kom thonë mos e ban ata, e 101.000 sene. E vetëmja është Hazreti Khadijja. Për këtë thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, mas Zotit ati qofsh mi fal, motivin dhe forcën më të madhe për t'i përballu gjitha sfidave të kësaj dynjaje, ma ka dhonë bashkëshortja ime Hazreti Khadijja. E dashurit e mi, në këtë 10 ditë të Ramazanit, ne muslimanët e marrëmi këtë mesazh të fuqishëm për familje dhe për përkujdesje ndaj familjeve tona. Të dashurit e mi, me automatizëm na dëmi me pagu çmimin e ndryshimit. Se nëse nuk e pagujmë çmimin e ndryshimit, kemi me paguën shumë frikë çmimin e mos ndryshimit. Të dashurit e mi, në këtë 10 ditë të fundit që jemi duke jetu momentet më të ëmbëla të muajit bekum të Ramazanit. Ditët dhe momentet më me nostalgji që do t'i mbajmë gjatë në jetën tonë. Jemi duke jetuar në momentet më të begata që Zoti na ka nderuar me iman, që Zoti na ka nderuar me udhëzim dhe që Zoti na ka dhënë shëndetin për agjerim dhe për adhurim. Jemi duke jetu këto momente që betohem në Zot sipas mësimeve islame, kemi me i përmend në ditët më të mira në xhenet kur do të jemi,
Kemi me i përmen këtë ditë të lumtura që jemi duke i kaluan këtë ditë Ramazani. Wallahi, si kur të tjerët ta dishin lumturin dhe gëzimin ton në Ramazan dhe me Ramazan dhe me gjitha adhurimet, wallahi kishin më na shpall luft me shpat, më na i marrën këtë lumturi. Me shpat kishin më na shpall luft për më na i marrën këtë lumturi. Andaj jemi duke jetu këto momente si kur që edhe jemi të emocionuar shumë dhe të mërzitur se këto ditët më të lumtura të vitit ton e ndoshta do të llogaritën edhe të jetës ton janë duke na ikë shumë shpejt. Po dashurit e mi gjithmonë me shpresën se Zoti inshallah ka më na i pranu adhurimin ton. Edhe shpresoni dashurit e mi në rizot Zotit, as një mos u frigoni se Zoti s'ka më na i pranu. Me plot zemër besoni, gëzohuni, Allahu ka më na i pranu. Mas pari atë mendimin e mirë që e kemi për këtë muaj dhe për Islamin, për njerëzimin përgjithësi. Shpresoni dhe besoni fuqishëm se Zoti asnjë mund tonin që e kemi përjetu, nuk ka me lon pa e shpërbly. Besoni. Besoni dhe shpresoni fuqishëm se çdo sejdë tonën, e ruku tonën, Allahu ka më na i shumë fishu me 100-770.000. Besoni dhe shpresoni fuqishëm se çdo dua tonën i madhi Allah ka më na i pranu. E ka më na i përkthy kur ka caktu aj, në formën që ka caktu aj për neve, jo në formën që shpesh na jemi të gutshëm edhe dojmë me kapën edhe me arrit me njëherë. Shpresoni dhe besoni fuqishëm se çdo sadok Allahu ka me ja rikthy në këtë botë juve, evladëve t'juj, familjarëve t'juj dhe dashurëve t'juj. Shpresoni dhe besoni fuqishëm se i madhi Allah dhul xhelal të gjitha namazet e tona, farz e sunet, nafile vullnetare që i kemi bë, Allahu ka më na i llogarit si farze që i kena falen. Besoni dhe shpresoni se çdo vizit familjare që e keni bë, e keni forcu litarin, lidhjen me Rabbul Aleminin. Që Allahu thot, kapnu fort për të, mos e ndani kur njëherë lidhjen farefisnore. Besoni dhe shpresoni se çdo iftar që ja keni dhënë dikujna, Allahu ka me jav shkru sevap si kur agjerimin e ati personit. Besoni dhe shpresoni fuqishëm se çdo pajtim tonin që e kemi bë, Allahu i ka urdhnu me lajkët me bë dua për mua dhe për tyje. Besoni dhe shpresoni se çdo njeriu që ja keni hapën derën e pranimit, Allahu ja ka hap dyert e xhenetit. Shpresoni dhe besoni fuqishëm në Zotin dhul xhelal në këtë formë. Mos u pesimizani me thonë, ku me ditë bre une, amun ja kam dhonë hakun këti Ramazanit. Allahu na i din kapacitetin ton. Allahu na i din mundësitë tona. Veç njasht e hull, njeti, qëllimi, letjet kon i mirë dhe letjet i mirë, Allahu dhul xhelal ka më na bekuan me gjitha këto mirësit. Keni mi pa ditët e para të Bajramit, kush e ka pas këtë besim, hakikat në Zotin dhul xhelal, keni mi pa hapjen e dyrëve të hajrit, e punëve të hajrit, e diapazoneve të hajrit, e lehtësimit të punëve personale, familjare, e shoqërore, e një qetësie familjare, e një dashnie të madhe familjare, e një dashnis për punën dhe për angazhimin. Kja është feja o dashurit e mi. Besani fuqishëm, Allahu ka me javë kompenzu me matë mirën e kësaj bote. E pikërisht,
kur këtë det kemi fillu dhe do të fillojmë për me dhonë vitrin, sepse Ramazani, agjerimi, është peng i vitrit, për ata që kanë mundësi. Me automatizëm do të me dhonë në vitrin, dashurit e me. Zeqatin, me automatizëm për me dhonë. Amani ju kuft, me dhonë aty ku ka zhvillim, ku zhvillohet. Aty ku ka përparim, ku përparohet. Aty ku ngritët vetdia intelektuale, aty ku ngritët vetdia shpirtërore, aty me dhonën vitrin. Ola o që kam një djallë të mesës, të bajanokit, të kusherinës, e kam ishte i smut, kish nevoj për këta. Po a i ka sadak nevoj. Ata edhe jashtë Ramazanit duhemi me ndimu. Mos e ndali vitrin, zeqatin, duhemi me dhonë aty ku ka zhvillim, aty ku ka mësim, aty ku ka përparim, aty duhet me dhonën zeqatin edhe vitrat. One 4 vite kam ngranën nga vitrat e juve në medresën Alaudin, dashurit e me. Valla bilat Allah, kush i ka dhonë që aty është duke u shpërblyen nga qëto fjalë, nga qëto udhëzime, nga qëto sene që është duke i marë. Ju proces për me i dhonë të institucioni që e ka dert, mision dhe pasion, ngritjen e vetdijes fetare që është Bashkia Islame, mbi të gjitha në medrese, në Prishtinë, në Prizren, në Gjilan, në Fakultetin e Studimeve Islame, ku janë afër 800 nxënësa, djemë dhe vajza, që hajnë 3 herë ditë buk nga qëto vitra. Sadak, jepni ku doni, vitrin, zeqatin, këtu do thot duhet me dhanë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.